Policia e Shkodrës e ka vijuar operacionin e koduar Koordinata për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e tentativës për kultivim të bimëve narkotike. Si rezultat i kontrolleve në të gjithë territorin në vijim të këtij operacioni, shërbimet e drejtorisë vendore të policisë dhe komisariateve në varësi kanë gjetur të kultivuar dhe kanë asgjësuar 1288 fidan dhe 479 bimë të dyshuara kanabis sativa. Në Vau të Dejës, shërbimet policore gjetën në territorin e njësisë administrative Shllak 1011 fidan dhe 479 bimë kanabisi, të cilat u asgjësuan përmes djegjes, ndërsa në Shkodër në njësinë administrative të Pultit u asgjësuan 277 fidan kanabis sativa. Brenda 48 orëve, ky është operacioni i dytë policor që policia ka arritur të gjejë lëndë narkotike, ndërsa tashmë të proceduar kanë përfunduar dhe 2 kryepleq si dhe një përfaqësues i inspektoriatit të pyjeve. Mbi këto operacione të 24 orëve të fundit vjen puna për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen para përgjegjësisë penale të autorëve të këtyre rasteve të kultivimit, ndërkohë burimet policore bëjnë me dije se operacioni antikanabis i koduar Koordinata vijon në gjithë territorin e qarkut.